33 vjetë. Në Greqi. Iga, nuk donte të kthejnë. Ishte i zgënjur nga çdo. Idealist. Dhe atë zetar shumë i madh, nuk pranonte dot. Edhe në 6 libra që kanë nxjerrë në poezi, që i kanë botuar, shumica janë për vendlindjen, poezit. Më ka bërë dhe një mua për ditëlindje. Po nuk fliste shumë, se ishte njëri, në shtëpinë time nuk flite në përgjithësi. Ishin shumë të rezervuar për të folur, se në para fëmijëve, duke ditur sekretet të mëdha. Po, do doja për shembull të kur të rritesha për shembull, të arija në fazën që isha shok. Me të po s'u bë dot asnjëra. Ishte shumë i dashur, i butë, po autoritar, shumë. Po... Puna mirë, kjo mirë, dakor, kaq. A ishe i rrept me zimin në mëngjes, babi tek unë ka pas gjithmonë këtë. Tek gjithë fëmijët. Ishte shumë donte gjëra. Kur jetonim në Shqipëri, se në Greqi pastaj ishte një realitet tjetër. Kur jetonim në Shqipëri, po. Shtatë pa 5 thjesht me ishte i organi, duhet të çohesh akaj. Ashtu ma bënte edhe mua. Ashtu jam ushtarakët.